qofse ishim mësuar që përfaqësues të ambasadave ose përfaqësive ndërkombëtare në Tiranë shkojnë një herë në muaj aty për të dhënë inkurajimin e tyre dhe për treguar mbështetjen. Tani kemi ministrin e punëve të jashtme të Gjermanisë, kemi sot ose 2 ditë më parë ministrin e Europës, zotin Krishbaun, i cili jep po këtë mesazh për sa i përket inkurajimit të rrugës së drejtësisë, pavarësimit dhe forcimit të saj, si rrugë përmes të cilës kalon integrimi jonë në Bashkimin Evropian. Dhe gjithë progresin që ne kemi bërë këto muaj me negociata, le të quajmë shumë, se kemi folë shumë për hapje kapitujsh, po hapjet e kapitujve janë praktikisht regjistrimi për në provim. Pastaj të marrësh provimin është diçka tjetër. Dhe i vetmi provim që mund të konsiderohet i marrë, ose dytë që mund t'i marrim të mirëqen të Shqipërisë, është ankorimi i politikës sonë së jashtme me atë të Bashkimit Evropian, dhe e dyta është puna që po bën SPAK-u, nga i cili po kërkohet, siç është mesazhi i zotit Krishma, edhe më shumë, pra të ketë më shumë luftë ndaj korrupsionit, më shumë luftë ndaj krimit të organizuar, që ne të kemi mundësi të bëhemi më të integrueshëm për ata. Të kemi më shumë rezultate dhe rezultatet e vetme që mund t'japin në këtë moment, kur zoti Rama vetë pranoi që në tema thelbësisht të rëndësishme